Vazhdoj me lajmet të tjera. KQZ-ja publikon listën paraprake të zgjedhësve nga diaspora sot më 9 mars. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar listën paraprake të zgjedhësve nga jashtë për zgjedhjet e 11 majit. Të gjithë qytetarët shqiptar që kanë aplikuar dhe janë pranuar për të votuar nga jashtë vendit mund të verifikojnë emrin e tyre në këtë listë përmes portalit zyrtar të KQZ-s www.kqz.gov.al ose në aplikacionin e KQZ-s të disponueshëm në iOS dhe Android. Nga data 9 deri në 10 mars, zgjedhësit e regjistruar kanë mundësi të kërkojnë regjistrim nga lista nëse planifikojnë të ndodhen në Shqipëri në ditën e zgjedhjeve. Ribojnë kërkesë kanë dyshuar vetëqendrim duke saktësuar adresën e re dhe duke dorëzuar dokumentin përkatës provues. Ky proces është thelbësor për të siguruar saktësinë e dhënave dhe për të garantuar pjesëmarrjen korrekte në votimet e ardhshme. Votuesit nga jashtë ftohen të kryejnë verifikimin në kohë për të shmangur çdo problem në regjistrimin e tyre.